Një ndër rrugët e preferuara në veri të qytetit të Durrësit ka qenë dhe mbetet edhe sot e kësaj dite rruga e Porto Romanës. Për problemet që ka zgjidhur ndër vite, ajo mbetet një rrugë historike. Banorët e Durrësit kanë udhëtuar dhe udhëtojnë për shumë probleme jetike nëpër të. Për gjutinë në një zonë plot peshkim, si dhe me një florë dhe faunë të jashtëzakonshme. Po ashtu edhe në sezonet verore, nëpër këtë rrugë kalojnë me 10 banorë si të qytetit ashtu të lagjeve periferike, të cilët preferojnë plazhet e vogla në afërsi të bazës ushtarake, po ashtu dhe për të drekuar në çdo stinë me ushqimet e freskëta të detit që ofrohen. Po rruga ka vite që dëmtohet gradualisht dhe nuk ndërhyet për ta riparuar siç duhet. Erozioni ka kafshuar shumë sipërfaqe të saj dhe vijon të dëmtojë. Çdo vizitor që kalon këtë ditë do t'i duket sikur po udhëton nëpër një vend xhirimi filmash fiksion. Pasi dëmet në rrugë janë të kapshme, por dhe si ish rajoni fortifikuar, ka marrëpamje që projektuesit e periudhës diktaturës nuk mund t'i merren me mend. Për ta mbrojtur rrugën, është ndërhyrë për ta qepur me objekte betonarmeje. Mbi kupolet e bunkerëve në thellësi, në vend të ushtarëve që stërviteshin dikur, tashmë vigjilojnë karabullakët e detit. Erozioni ka sfostuar nga qëllimi që ishin konstruktuar. Disa bunkerë të tjerë të zhytur në thellësi duken si helmete artistike të lëna në ujë. Bunkerët e artillerisë e dikushme sot duken si lodra të dëmtuara fëmijësh. Bunkerët e artillerisë në thellësi duken si një anije fantazëm e ngesur në rërë. Gurë dhe objekte të shumta betoni janë hedhur në mbrojtje të strukturës së rrugës, por vetë rruga nuk mirëmahet. Duket si një rrugë ku do të zhvillohen gara rreli. Makinat përpiqen të ecin me kujdes, por pa rezultat. Ato çajnë shpesh gomat dhe u dëmtojnë pjesët gjenerike. Për çdo që vjen për turizëm në këtë rrugë, kosto është e lartë. Deri tash shteti nuk ka marrë masa serioze për ta riparuar. Ndoshta me teorinë e kthimit në identitet, këtej do të eksperimentohet edhe udhëtimi me qerra për turizëm.